Pavarësisht rënjes së nivelit të ujit pas mbylljes së argjinaturës së lagunës së Vajinit, situata e krijuar nga përmbytjet në Lezhë mbetet e vështirë, kryesisht në njësinë administrative Shënkoll dhe Kolsh, ku ka ende banesa të rrethuara nga uji dhe qindra hektar tokë bujqësore të përmbytur. Banorët thonë se prej 6 ditësh ndodhen në ujë dhe pavarësisht mbështetjes me bazë ushqimore, por përballem me vështirësi të shumta. Plasi argjinatura, po pse plasi është kjo argjinatura? Apo se shkojnë njerëzit me skavatorë të marrë dhe me mosh venet e veta, e në belset ajo. Po sa të ardhë kosh, se për të ardhë jo, po sa nuk ka të ardhë kosh. Dam jeshi si e në ujë. Në kushtet e përmbytjeve, Bashkia Lezhë ka shtuar ndërhyrjet në terren për të garantuar ndihmë për banorët e prekur. Prej ditës së diel, shërbimi social është angazhuar në shpërndarjen e ushqimeve për popullatën dhe baktit. Të gjitha ekipet e Bashkisë Lezhës 24 orë kanë qenë në mbështetje të familjeve në nevojë dhe siç jeni përditësuar gjatë gjithë kohës edhe ju. Momentalisht ne jemi në njësinë e Kolshit, në fshatin Barbulloj, ku mbështesim familje. Deri tani janë mbështetur 150 familje në njësinë e Shënkollit, 100 familje në njësinë e Kolshit, 60 familje në njësinë e Zejmenit. Përveç të tjerave janë mbështetur me dengje bari dhe me ushqime për kafshet, afërsisht deri tani 100 dengje bari dhe 2 ton ushqime për kafshet. Bashkia Lezhës me të gjitha ekipet e veta është në çdo moment në territor. Pra çdo familje që do ketë nevojë për mbështetje, Bashkia Lezhës do të jetë pranë dhe të gjithë ekipet tona do të jenë aty për ata për të mbështetur për çfarëdo lloj nevoje që të kenë. Tërheqja e ujit në zonat e përmbytura në Lezhë po vijon me ritme të ngadalta, pasi kanalet kulluese vijojnë të jenë me nivele të larta, duke mos favorizuar evadimin e shpejtë të ujrave. Shpërndarja ndihmave po vijon paralelisht me monitorimin e situatës në të gjitha zonat e prekura, ndërsa strukturat e emergjencës dhe ushtria kanë rinisur punën për forcimin e argjinaturës së Vajinit.